Protesta kombëtare që po zhvillohet në Tiranë ka hyrë në ditën e 11 radhazi me pjesëmarrje të qytetarëve që mblidhen çdo ditë në orën 18 për të vijuar tubimet e tyre. Organizatorët kanë bërë të ditur se protestat po shtren edhe jashtë vendit, pasi tubimet mbështetëse janë organizuar në disa shtete ku jetojnë shqiptar, duke i dhënë asaj një dimension diasporik. Në fokus të kërkesave të protestuesve mbetet formimi i qeverie teknike e përbërë sipas tyre nga intelektual dhe figura të pavarura të vendit. Protestuesit theksojnë se ky është kushti kryesor për zgjidhjen e krizës politike që ata pretendojnë se po kalon vendi. Gjatë tubimeve janë dëgjuar thirrje si revolucion dhe Shqipëri e re, ndërsa protestuesit kanë artikuluar edhe kërkesat për largimin e qeverisë aktuale. Ata deklarojnë se nuk do të tërhiqen nga protesta deri në realizimin e kërkesave të tyre politike. Protesta e cila ka marrë vëmendjen edhe jashtë kufive, vijon të mbetet e përqendruar në Tiranë, ndërsa pritet të shohë pjesëmarrje më të gjerë në ditët në vijim.